në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, mbas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financues të ekonomisë nga bankat e nivelit 2 që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kreditë e këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kreditë e këqija. Vetëm në 2 vitet e fundit, kredia e re ka prekur pothuajse tavanin e 5 miliardëve. Është diçka e jashtëzakonshme, por nga ana tjetër është një arsye më shumë për të hedhur një hap tani kurajos, fal bashkëpunimit dhe fal disponimit total të Bankës Shqipërisë për ta mbështetur rritjen ekonomike përmes rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe fal punës që kemi bërë së bashku. Kështu që për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më